Shkodra I dha fundin karnavaleve me një nga momentet më simbolike të festës tradicionale, Djegën Dordolecit, ritual që shënon përfundimin e javës festive. Ai përfaqëson lënien pas së vjetrës dhe hapin e ciklit të ri me dritë dhe energji pozitive. Ky vit I festimeve të karnavaleve ka qenë një nga vitet më të bukura që kemi përjetuar në qytetin e Shkodrës. Ne kemi nisë që nga dita e hënë, edhe kemi mbyllim sot ditën e dile një javë festime. Fëmijët kanë qenë mrekullueshëm, të gjithë kanë qenë festim mrekullueshëm. Këtë vit e veçanta ka qenë se të gjithë kanë marrë pjesë me maska, të gjithë kanë pasur çest vishën me ngjyra, kanë bërë pafund lojra, kërcime, kemi bërë valle, kemi bërë këngë ndryshme, edhe gjithashtu në fund fare pastaj kemi organizuar edhe surpriza bashkë me fitues. Këtë vit më duhet shumë më të bukur se çdo vit tjetër, po si ja ka nisë kaq bukur do vi së spart. Është një kaq nisë shumë e madhe me kanë pjesë. Shumë bukur, një atmosferë mrekullueshme. Ju largoshim të gjitha të këqijat dhe mezi po presim për Dordolecin. Po karnavalet kanë lind Shkodër. Kanë lind shumë vite më përpara, edhe të kanë se kanë lind këtu. Janë bashku bashkë me humorin që e karakterizon Shkodrën, edhe me artin që e karakterizon atë. Karnavalet më mirë se gjithmonë shkojnë në qytetin e artit edhe kulturës. Edhe kjo traditë vazhdo për modë me radhë. E veçanta e karnavaleve, kësaj feste kaq të bukur është nga gjithë javës fëmijët kanë qenë pjesë të aktiviteti, kemi luajtur, kemi kërcyer, kemi marrë lojra dhe sot do t'jegim Dordolecin. Do heqim atë të keqen e qytetit. Për një javë me radhë, rrugët e qytetit u kthyen në skenë parade ngjyrash dhe muzike, ku fëmijët, të rinjt dhe qytetarët u bën pjesë atmosferës karnavaleske. Kostumet kreative, performancët dhe humori karakteristik shkodran I dhanë qytetit një gjallëri të veçantë.